që vetëm në muajin dhjetor, gjatë fushatës elektorale, qeveria ka arritur që të shpenzoj plot 240 milion euro shpenzime kapitale. Merrni me men fushatën, merrni me men temperaturat e ulta, në më thonë qeveria arrin me i shpenzu në muajin dhjetor 240 milion. Çka janë këto? Këto janë kontrata një burimore, janë paradhenje komplet për financim të fushatës elektorale, janë korrupsion, sepse i vetmi indikator që në Kosovë për pos inflacionit që ka pas ngritje gjatë kësaj kohe janë kontratat një burimore dhe është korrupsioni pandemik qeveritar. Të nderuar kolegë deputet, projekt ligji ka shumë probleme në pjesën tekstuale. Merreni me mend në nenin 11, në paragrafin e 3 dhe në paragrafin 3 dhe paragrafin 5, Ministri i Financave jep diskrecion veti thusë është mbret në këtë shtet dhe jo që jemi republikë parlamentare.